Jam dëmtu që nga tërmeti 26 nëntorit. 2 vjetë i gjysë, 3 vjetë kam net në qadrë. Falë shoqatës se më kanë sjellë këtë kontinjer, sepse shteti hesht për banorët e vetë. Jena në kuke bashkia, nuk është bon levrimi fondeve të thot nga shteti dhe nuk ka fondi nga buxheti i shtetit. Të gjithë banorët e dëmtuar janë në qiell të hapur. Na kena 9 muaj që nuk marrin bonusin e qeras. Dhe me paturpsinë më të madhe, kryeministri i Shqipërisë kur ishte në takim elektoral para fushatës, deklaroi se të gjitha këto pare do i merrnin që nga muaji prill, sepse paret janë shpenzuar për fushatë elektorale. Tashti kushtet e shikoni dhe vetë se sa të vështira janë. 4 vjetë rrobat në qiell të hapët, frigoriferin në qiell të hapë, nga lagështina e tepërt, 3 herë më ka mbledhur mushkëria. Po futemi në të 500 vit, akoma në zonën e Kurbinit një shtëpi private nuk ka përfundu, ashtu siç nuk kanë përfundu edhe pallatet në qytet. I bëj thirrje kryeministrit të Shqipërisë. Ku shkuan fondi që mori si doli si lyps me shkope e me strajc më shpinë të lyp rrugëve të Europës, e rrugëve të botës. Nga shkoj fondi i taksapagusëve të Europian, nga shkuan fondi i donatorëve kosovar të diasporës. Këtu është që të largohen shqiptarët, sepse ky shtet po ban shpopullimin e shqiptarëve. Asnjë lloj shprese nuk na ka ngel më nga ky shtet. Asnjë lloj shprese. E vetmja shpresë është të largohen një herë për gjithmonë dhe t'ja harrojmë edhe emrin Shqipërisë. Unë kam 3 fëmijë, 2 i kam në shkollë. Djalin e madh ka hikë në Kroaci, u detyru pa dhënë provimet në shkollë, zotërën 3 gjuhë huaja, po mërën të 4-ën tashti, edhe ka hikë në Kroaci edhe për të mos të kthyer më në këtë Shqipëri. Ka hikë në Kroaci edhe për të mos të kthyer më në këtë Shqipëri. Të vështirë. S'ke ku të nesh roba, s'ke ku të nesh, s'ke ku të gatush për jashtë në shite e mborët. O, sa të pëtë kërkush për ne, jo, asnjë.